se shumica mendojnë që kur futesh të punë do e kesh probleme orare të punës. Ti je shef vetë, më këtë problematika është nuk e, po flasim për keq qasje me klientët. Kam punuar edhe në kompani të ndryshme, nuk është se kam qenë gjithkohës shef. Dhe gjatë kohës që kam punuar në kompani nuk e kam pasur asnjë problem. Biles më kanë ofruar vende ku mund ta praktikoj fen time pa problem. Namazin, pra. Ta kanë kërkuar, ta kanë ofruar ata, pra. Jo se ke kërkuar ti. Një dhomë private, jo. E ofrojnë vetë edhe nuk e kam pasur asnjë problem. Jo vetëm në një, por në disa kompani që kam punuar. Në një paragjykim ndonjëherë ke ndjer? Jo, për shkak se një kompani supozohet që çdo kusht të ketë inkluzivitet midis njëri tjetrit, mund të kesh nga besime të ndryshme dhe ti ndjehesh i përfshirë sepse tregoni dhe bëni komunikime të ndryshme në aspekte të ndryshme. Unë përveç se në Shqipëri kam punuar edhe në Spanjë, që ka qenë, nëse marrim Spanjën parasysh, ka qenë një vend me besim të krishterë. Edhe nuk e kam pasur asnjë problem që në kompani që kam punuar në Spanjë ta praktikoj fen time.